Vuani nga fryrja e stomakut, kjo pije bën mrekulli sa hapen mbyllësyt. Një mjek nga Shërbimi Kombëtar i Shëndetit Britanik, Dr. Ryan, pohon se një pije natyrale bërë në shtëpi mund të ndihmojë me fryrjen dhe problemet me tretjen. Përbërësit bazë janë limoni ose portokalli, të cilat përmbajnë pektin, një fiber e tretshme që vepron si një prebiotik dhe ushqen bakteret e zorrëve. Përveç kësaj, ato janë të pasura me flavonoide që reduktojnë inflamacionin dhe vitaminë C, e cila është thelbësore për ruajtjen e një mukoze të shëndetshme të zorrëve. Përbërësi tjetër është xhenxhefili, i cili përmban përbërës që ndihmojnë stomakun të zbrazet më shpejt. Dr. Ryan thekson se xhenxhefili ka veti të forta antioksiduese dhe antiinflamatore dhe mund të lehtësojë të përzierat, artritin dhe dhimbjet, gjithashtu përmirëson tretjen duke reduktuar kështu rrezikun e fryrjes.